Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës, të shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Kështu që do të jemi tërësisht në një fazë tjetër dhe jo në 10 vjeçarin tjetër, po brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Dhe ky sistem nuk është thjesht një projekt teknologjik, po është një manifest i vullnetit tonë kombëtar dhe i kësaj shumice qeverisë për Shqipërinë shtet evropian në Bashkimin Evropian. Dhe diella faktikisht do të shënoj kapërcimin nga një epokë në një epokë tjetër të bërjes biznes. Është një përmbysje totale e një sistemi dhe një reflektim i Shqipërisë në Shqipëri i gjithë asaj që teknologjia u jep vendeve dhe mbi të gjitha vendeve si yni, vendeve në zhvillim, që përmes teknologjisë kanë shanse të papara në historinë e njerëzimit për të bërë kapërcime të cilat pa teknologjinë do të ishin thjesht të pamundura.